Si sekretare e përgjithshme një subjekti politik dhe si një njeri që ka qenë aktivisht i angazhuar në politik këto 25-6 vitet e fundit, e di që për çdo zyrtar të lartë partijak, zgjedhjet janë momente vendimtare. Dhe secili është e natyrshme që të angazhohet për fitore aty kur garon. Por është shumë me rëndësi mënyra se si angazhohet një njeri. Është shumë e rëndësishme që të mos ketë intimidim, të mos ketë friksim, të mos ketë abuzim të pushtetit. Njerëzit që janë të veshur me fuqi politike, institucionale, duhet të jenë shumë të vëmendshëm se si e manifestojnë atë pushtet që e kanë. Ne kemi pa disa pamje jo të këndshme sot edhe në Prishtinë, ku një qytetar xhirohet nga një njeri i veshur me pushtet, i rrethuar me bodyguard. Pra, shfaqjet e tilla janë, përveç që janë të vrashta, përveç që nuk i shërbejnë demokracisë, do duhet të ishin të dënueshme nga secili. Qytetarët duhet të lihen të lirë që të vendosin vetë për kë duan të votojnë, se në fund të fundit, po e përsëris, këto janë zgjedhje komunale ku vendoset për drejtimin e komunave. Me qënë se kandidati juaj i PDK-s garon në Mitrovici, e keni pa incidentin e fundit në mëdhe? Po besoj që e sqarova. Njerëzit që kanë fuqi politike e që janë përkohësisht të veshur me petk institucional dhe kanë pushtet efektiv, duhet të jenë shumë të kujdesshëm, që mos të abuzojnë me resurset shtetërore dhe të jenë të vëmendshëm që qytetarëve tua lënë të lirë që të vendosin ata vetë se për kë votojnë. Ne jemi shumë konfident në kandidatin që kemi, në listat garuese që i kemi, dhe duhet t'u lëmë qytetarëve që të vendosin vetë pa asnjë lloj presioni nga askush se për kë do të votojnë.